وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. Të ati janë gjithçka që është vënë në netët e në ditët. Ai dëgjon fjalët e njerëzve dhe i di hallet e tyre. Shpjegime. Fahri Razi u thot se në ajetin e mëparshëm u përmendën qiejt e toka, sepse përveç atyre nuk ka vende të tjera. Në këtë ajet u përmendën nata e dita, sepse jashtë këtyre nuk ka kohë të tjera. Pra me këto dy ajete e Zoti tregon se ai është zotëruesi sendeve i vendeve, se ai është zotëruesi kohëve dhe ç'përfshihet në kohët, dhe me këtë mënyrë u bën thirrje të gjithë atyre që e kanë mendjen në kokë t'i besojnë atij. Qul e ghayra Allahi attakhidhu waliyan fatiri as-samawati wal ard wa huwa yut'im wa la yut'am qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna min al-mushrikin. Thua ju atyre, a di këtë tjetër përveç Zotit a marr unë për mik? A di këtë tjetër përveç atij që është krijuesi i qiejve e i tokës, që ushqen botën e vetë dhe nuk ushqehet prej kurkujt? Thua ju atyre se unë jam urdhëruar të bëhem i pari të gjithë myslimanëve dhe më është thënë mos u bëj prej idhujtarëve. Qul inni akhafu an asaitu rabbi adhab yawmin adhim. Thua ju se unë kam frikë nëse e kundërshtoj Zotin tim dëshkimin e një dite të madhe. Shpjegime. Në tefsirin Hazin thuhet se ky ajeti i madhëruar dhe ajeti i mëparshëm kanë zbritur për të hedhur poshtë propozimin që i bën qafirët e Mekës pejgamberit që ai të kthehej në fenë e tyre për t'i thënë atyre: i adhuruar me të drejtë është vetëm Zoti, sepse ai është krijuesi i qiejve e i tokës, sepse ai është mbajtësi të gjitha krijesave, kurse vetë ai nuk ka nevojë për asnjë gjë të botës. Unë jam urdhëruar të bëhem i pari të gjithë myslimanëve, sepse çdo profet në fillim beson vetë. Unë jam i ndaluar të bëhem prej idhujtarëve, sepse po ta kundërshtoj Zotin, unë e kam frikë në dëshkimin e ditës së Kiametit. Në qoftë se ty të takon ndonjë e keqe prej Zotit, askush nuk ta largon atë veç Zotit, dhe në qoftë se ai të fal ndonjë mirësi, atë askush nuk e ndalon, sepse ai është i fuqishëm për çdo gjë. Men yusraf anhu yawma idhin faqad rahimahu wa dhalika al-fawzu al-mubin. Kush më njanohet në atë ditë për atij dënimit, atë ai e ka mëshiruar dhe ky është shpëtimi i qartë. O yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu, o yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir. Nëse Zoti të godet me ndonjë të keqe, s'ka kush ta largojë atë veç ti, e nëse të dhuron ndonjë të mirë, duhet ditur se ai është i gjithfuqishëm për çdo send. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwa al-hakimu al-khabir. Ai është ngadhënjues mbi robët e vet. Ai është veprues ashtu siç duhet dhe është plotësisht i ditur. Pra vetëm Zoti meriton të bëhet mik dhe askush tjetër. Shpjegime. Ai është ngadhënjues mbi robët e vet, Zoti është përdorues i robëve të vet pa asnjë kushtëzim. Ai është Zoti i fuqishëm që kurrë nuk mposhtet e kurrë nuk mund të jetë i pamundur të bëjë diçka. Dhe është veprues ashtu siç duhet dhe është plotësisht i ditur. Zoti vepron ashtu siç duhet sepse ai di nevojat e robëve të vet deri në imtësi dhe ai u jep atyre atë që ata meritojnë. Prandaj vetëm ai meriton të bëhet mik dhe askush tjetër. Ky ajeti i madhëruar bashkë me dy ajetet e mëparshme janë pritur si argumente që tregojnë se mik duhet bërë vetëm Zoti. Zoti meriton për t'u bërë mik sepse ai ushqen njerëzit, kurse vetë ai as nuk ha e as nuk pi. Ai mbron e i mëshiron njerëzit duke i ruajtur prej ndëshkimit, vetëm ai u largon atyre dëmin e të keqen. Ai është i fuqishëm të ruajë të mirat e robëve. Zoti tregoi pushtetin e vet për të treguar edhe se ai është dëshmues për profecinë e Muhamedit alayhi salam, urdhëron e thot: "Qul ayyu shay'in akbaru shahada قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحى إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون." Thua ju atyre o i dashurim, ç'gjë është më e madhe se sa dëshmia? Thua ju, Zoti është dëshmues me drejt në mes meje e në mes jush, se mua më shpallur ky Kur'an, që me atë t'ju friksoj juve dhe të gjithë ata që e dëgjojnë atë. A thua, dyshoni ju se bashkë me Zotin ka të adhuruar të tjerë? Thua ju, unë nuk dëshmoj se ka të tjerë. Thua ju se ai Zoti i adhuruar me të drejtë është një i adhuruar i vetëm dhe se unë nuk kam asnjë përgjegjësi që ju i bëni shok Zotit. Shpjegime.
Thuaju ç'gjë është më e madhe se dëshmia. Kuptimi: I dashuri im, në qoftë se qafirët hahen me ty dhe kërkojnë dëshmues për profecinë tënde, pyeti ata, çfarë gjë është më e madhe se dëshmia për profecinë time? Nëse ata i përgjigjen kësaj pyetjeje me të drejtë, ashtu le të bëhet. Nëse ata nuk përgjigjen drejt, thuaju atyre, dëshmuesi i madh është Zoti, ai është dëshmues në mes meje, në mes jush. Mua më është zbritur ky Kur'an që unë t'ju friksoj me atë juve dhe të gjithë ata që e dëgjojnë Kur'anin. Fahri Raziu thotë se ky ajet tregon se dëshmia më e madhe është dëshmia e Zotit. Ajeti gjithashtu tregon se vetë Zoti ka dëshmuar për profecinë e Muhamedit duke i zbritur atij Kur'anin. Si shkak për zbritjen e këtij ajeti, Ibn Abbasi tregon ngjarjen që vijon. Qafirët e Mekës i than pejgamberit një ditë, nuk gjeti Zoti njëri tjetër të dërgoj si profet po të zgjodhi ty? Ne kemi pyetur jehuditë dhe të krishterët për punën tënde dhe ata na kanë thënë se ti nuk je pejgamber. Pra kush do të dëshmoj për profecinë tënde? Për këto fjalë të qafirëve ka zbritur ky ajet për t'u treguar atyre se vetë Zoti është dëshmues i profecisë së Muhamedit me Kur'anin që i ka zbritur atij. Nga fraza "wa man balagha" dhe për të friksuar të gjithë ata që e dëgjojnë Kur'anin, merret vesh se pejgamberi alayhis salam është friksues i të gjitha kombeve arabe axhem deri ditën e Kiametit, por ata njerëz që nuk e kanë dëgjuar Kur'anin nuk janë përgjegjës përse nuk e kanë besuar atë. Qëllimi i zbritjes së Kur'anit nuk është vetëm për të friksuar qafirët, por meqense ky ajet është drejtuar atyre, është thënë fraza për t'u friksuar juve. A thua dyshoni ju se bashkë me Zotin ka të adhuruar të tjerë? Kuptimi: O i dhujtar, argumentet që tregojnë se Zoti është një dhe i vetëm janë sheshit. Atëherë si dyshoni ju për ekzistencën e të tjerëve të adhuruar bashkë me Zotin? A është i drejtë dyshimi juaj? Do e mos nuk është i drejtë. Prandaj thuaju, o Muhammed, thuaju, unë nuk dëshmoj se ka të tjerë. Thuaju, fjalët tuaja janë shpifje kundër Zotit. Thuaju sa i Zoti adhuruar me të drejtë është një i adhuruar i vetëm. Ai është i pavarur dhe nuk ka as shok e as shembull. Prandaj u thuaj atyre, unë nuk kam asnjë përgjegjësi që ju i bëni shok Zotit.